Përshëndetje, jemi me emisionin Pse me të votu. I ftuar me mua është kandidati për kryetar të komunës së Çajirit, zotëri Izet Mexhidi. Pse vendosi Izet Mexhidi të kandidojë për kryetar të komunës së Çajirit? Pse banorët e Çajirit duhet të abesojnë votën pikërisht Izet Mexhidit? Për këto dhe pyetje tjera na ndjekni në intervistën në vazhdim. Para me rëndësia në politikë, mos me haru rënje për ku vjen, për ku e ngritën, ku e kemë bështetjen më të fuqishme, dhe u kriju në situata atil, dhe më thonë që më sfidoj me zjedhë ndërmjet qeverisë dhe Çajirit, dhe kur më pyetje Çajirit nuk kam as pak dilem, po e shoh edhe si mundësi me përvojën politike, me peshën politike, me përkrajnë që jep qeveria për decentralizimin dhe për komunat, mendoj se mund të bëjmë më të mirën për Çajirin në këtë mandat. Po nëse të kaluar në vazhdimsi, në çdo cikël zgjedhor kemi shku dhe kemi kërku votën me premtime, me programe, duke elaboru se nëse ne jepni votën dhe bëjmë këtë apo atë, këtë vit ka një ndryshim, pra një Çajiri po punohet në cep në gjitha lagjet, dikun në infrastrukturën nëntoksore, dikun në shkollë, dikun në pishin, dikun në sallë, dikun në bulevarde, po ka do që sillesh në për Çajir, pra po punohet si asnjëherë më parë, dhe kjo është dallimi apo ndryshimi. Kësaj radhe i themi njerë vlerësoni punën që është bë, puna që shifet, dhe mandej do kërkojmë votën për projekte tjera. Ka më shumë, mirë po dy projekte të rëndësishme që janë për Shkupin, për Çajirin, vlerësoj që i ka mungu arsimimi në shkollë më të lartë, pra projekti i parë është Universiteti Nën Tereza, i cili po presin të vendosës gur themeli, pra që është 40 milion euro. Projekti i dytë, i cili po ashtu është i rëndësishëm se kapaciteti vetëm në Çajir është ekonomik, është qarshia e vjetër, e cila është më e madhe në Ballkan, dhe ka fillu prokurimi për zgjedhjen e ndërmarrjes për të përfundu sheshin Skënderbej edhe për fazën e tretë që në kupton parking nëntoksor për 400 vetura që e zgjidh problemin kryesor të qarqisë së vjetër. Ndërsa projekte tjera të cilat janë në fokus është mbi gjitha arsimimi, ashtu siç ndërtuam qerdhën Bambi përballë stadiumit klubit futbollistik Shkupi, Shkupi, të njëjtën të atij modeli, pra ka vendim në qeveri për të ndërtuar edhe dy tjera në Çajir, ndërsa tek arsimi fillor ka filluar Kongresi i Manastirit me një ndrim, po punojmë pra në ndërtimin e dy shkollave të reja, që në 8500 zonës të Çajirit të shpërndahen në çdo shkollë nga 700 zonës, pra fokusi do jetë mbi arsimin, rinin, sportin, kulturën. Po, si që shoh, si që lexoj qytetarët, dy çështje janë më prioritare për qytetarët. Çështja e parë është parkingu, që veç po e filloj me këto 400 vetura dhe do arrim dhe fokusin e kemi të 3000 vend parkingje në Çajir për ta stabilizuar dhe qetësuar Çajirin, për ta evitu këtë problem të mbetet historisë. Dhe çështja e dytë, pra ku kanë vërejtë qytetarët për shkak udhëheqësisë së keqe të qytetit Shkupit dhe ndërmarrjes publike higjiena komunale, është pastrimi, pra çështja e parë do jetë një pastrim general i Çajirit bashkë me qytetarët, me shoqatat qeveritare, me punëtorës sezonal, paralelisht duke ndërtuar edhe kontinjert nëntoksor për ta rikthyer higjienën në Çajir. Kjo ishte intervista me kandidatin për kryetar të komunës së Çajirit, zotëri Izet Mexhidi. Për këto dhe intervistat të tjera na ndjekni në rrjetet sociale tek Ina Online.